Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video në kanalin tim. Sot do realizojmë një make-up për dasmë dhe unë do t'ju tregoj të gjitha produktet që do të përdor. E kam realizuar bazën jashtë kamerës dhe gjithashtu edhe vetullat. Do t'ju tregoj se çfarë kam përdorur, thjesht mos ta zgjas shumë videon duke bërë bazën e make-upit, pra thjesht kam vendosur këtë BB cream, nuk kam përdorur fondatin. Do mundom që të bëj një full coverage, një full make-up vetëm duke përdorur BB cream. Dhe kam përdorur për vetullat këtë gjelin e vetullave nga Green Cosmetic, pra këto janë dy produktet që kam përdorur. Ndërsa për pjesën e bazës së fytyrës kam përdorur këtë produktin këtu dhe primerin nga Pixi që për momentin nuk e kam këtu. Kështu kam bërë mat vetëm pjesën e poshtme të syrit në mënyrë që të mos më krijohet krizë. Një tjetër arsye që krijohet krizë poshtë pjesës së syrit është kur bashkoheni fondatinën bashkë me korrektorin. Dhe gjithashtu kur vendosni shumë produkt, sa më shumë produkt të keni në pjesën e poshtme të syrit, aq më shpejt do ju bëhet krizë. Pra, kështu do vazhdojmë njëherë me realizimin e pjesës së syve, kontureve dhe në fund pjesës së finishit të make-upit. Diçka që më mungon tek pjesa e make-upit sot është setting spray, por do mundom që të bëj atë make-upin që të zgjas sa më tepër. Por setting spray është i nevojshëm nëse dëshironi të bëni një make-up që dëshironi ju që të zgjasni me orë. Pra një make-up që të zgjas me orë e ka të nevojshme që të ketë një setting spray, por unë nuk është se e përdor, kështu që nuk e kam për momentin dhe le të themi do realizojmë thjesht make-upin. Do bëj edhe pak blending, një tjetër arsye e rëndësishme për që fondatina të qëndrojë gjatë dhe shumë mirë është mënyra se si e realizoni blend, pra të bëni shumë blend. Dhe tani do vazhdojmë njëherë me pjesën e syve. Kam edhe këtë që e kam blerë tek Njërësh, i ka furça, jo furça, po ka beauty blender për syt, këto sipër. Paleta që të përdor është paleta nga Green Cosmetic, është një paletë që ju mund ta gjeni në faqen e Green Cosmetic ose mund të më kontaktoni mua në Instagram ose thjesht më komentoni këtu për të pasur produktin. Do fillojmë njëherë me këtë ngjyrën këtu. Kjo është një tip palete që mund të krijosh make-up look për përditshmëri, për dasmë, për çdo lloj eventit, pasi është shumë e pigmentuar. Do ta vendos ngjyrën kështu dhe më pas do ta përhap duke ta përhap kështu përsipër. Në momentin që përhap përsipër, përdor edhe një tjetër ngjyrë që është pak më e hapur, është kjo ngjyra Bound. Do ja lë paletën në foto diku këtu dhe do ju tregoj cilat ngjyra po përdor. Në qoftë se edhe juve keni dëshirë që të realizoni fix të tip looku. Mundom ta zmalloj her pas here në mënyrë që t'ju demonstroj. Këtu në pjesën e fillimit do vendos pak ngjyrë të bardhë sepse bën syrin të duket edhe pak më i madh. Gjej do ta përdor në pjesën e fundit. Keni kujdes, merrni shumë pak pasi është super e pigmentuar. Kjo është një ndër paletat më të pigmentuara që kam pasur. Një ngjyrë që më pëlqen shumë është Fame Los Angeles edhe ngjyra Zozo. Ka dhe emra shumë të lezetshëm gjithashtu. Ne do ta vendos në fund duke sfumuar. Kam bërë thjesht pjesën e bazës të themi tek syri. Do të vendos tani disa xixa dhe dua të përdor këtë paletën që është le të themi një paletë shumë e bukur dhe është paleta më e re që kam përveç këtyre të tjerave. Kam edhe një ky është fakt lip treat edhe blush. Pra do ta përdor për të dyja. Është edhe ky nga Pixi, ka një paketim shumë të bukur dhe ka edhe këtë ngjyrën roz. Mbas edhe këto mund ta përdor, por do të shohim. Pjesën e shkëlqimit them të përdor më shumë këtë. Edhe kjo është shumë e bukur. Por press tjetër, xixa press, ka edhe kjo paleta këtu, është kjo ka xixa press shumë të bukura. Pasa super pigment. Për të përfunduar pjesën e syrit, unë do të përdor një furçë të vogël për të krijuar në pjesën e fillimit të syrit, për të krijuar një si ngjyrë kafe, sikur po bashkohet, sepse nëse e lini kështu, nuk do të duket pak si e paplot. Pra në fillimin e syrit këtu, unë do të bëj me këtë ngjyrën kafe, me një ngjyrë kafe që keni, jo me ngjyrë të zezë, pasi do duket shumë do bie shumë në sy dhe nuk do duket shumë mirë me të gjithë make-upin. Pra me këtë tip make-upit që po bëj unë, do vendos pak ngjyrë kafe në pjesën e brendshme. Se më bien edhe xixhat.
Do përdor pak ngjyrë kafe kështu, në mënyrë që të lidhet make-upi. Dhe siç e shihni, jep edhe formë syrit edhe duket shumë e bukur. Tek pjesa e syrit që kam bërë këtu, e kam pothuajse të përfunduar, thjesht do të vendos një shimmer, jo xixë pressed, pasi këto janë xixa pressed, dhe vetëm kjo këtu edhe kjo janë shimmer. Do provoj të përdor këtë me një furçë, është shimmer. Do ta vendos vetëm tek pjesa e vetullës sipër. Kjo është edhe pjesa e syve që kam realizuar, pra kam realizuar vetëm një sy, thjesht ta demonstroj dhe më pas jashtë kamerës do realizoj edhe tjetrin. Do vi sërish këtu me ju sepse do të realizojmë pjesën e vazhdimit të fytyrës, bronzer, blush dhe produkteve të tjera. Syt janë gati, thjesht do i vendos rimel dhe do të bëjë disa detaje të vogla dhe do vi për të përfunduar pjesën e fytyrës. Kam përfunduar pjesën e syve dhe më pëlqen shumë se si ka dalë, e kam bërë blend, kam vonuar pak dhe jam kthyer le të them mbas diku te 15 minuta për të bërë edhe pjesën e vazhdimit të videos. Kam përfunduar edhe pjesën e syve dhe tani do të vazhdoj pjesën tjetër të fytyrës, pra duke përfunduar bazën dhe me pjesën e buzëve. Buzët do t'i bëj ngjyrë të kuqe, duke qenë se është edhe një rast dhe do t'i bëj buzë të kuqe. Këto do përdor këto dy lapsat këtu dhe sipër do përdor gloss, më pëlqen gjithmonë të përdor gloss te pjesa e buzëve. Ndërsa për bronzer do shoh, pasi për blush dhe bronzer kam këto dhe do shoh se si do t'i kombinoj. Vendos këtë që është edhe kështu duket shumë i rënd, por kur të sfumohet do të dalë shumë bukur. Është blushi. Do të vendos këtë blushin shumë të bukur, do ta vendos edhe pak këtu. Do marr një furçë, do marr këtë furçën këtu. Dhe do ta bëj në këtë mënyrë kështu, për lart, asnjëherë për poshtë, gjithmonë për lart. Edhe do ta bashkoj kështu. Pra blonderin e vendosa këtu dhe sfumova për lart, ndërsa në fiks ku është moza do të vendos edhe blushin. Duke përhapur përsipër, pra bronzer, blush dhe pas do t'i bëj të një trajshme të duken sa më bukur bashk. Do përdor këtë nga Mimo me numër 010, është shumë i bukur dhe ka shumë pigment. Dhe në fund do t'i bëj një vizë kështu. Në pjesën e brendshme do ta mbush me këtë, por më duket se pas kam fat. Jo, s'kam më kështu. Po përtoj që ta mprej. Do vazhdoj me këtë. E do përfundoj me glossin. Glossi është nga Essence, shumica make-upeve që kam përdorur janë nga Essence, janë edhe disa make-upe të reja nga Debbie, që janë ngjyrat e blush. Dhe ky është make-upi përfunduar. Dua t'ju falenderoj që qëndroni me mua deri në fund të videos. Dhe këto janë disa nga make-upet që unë përdor, nëse keni le të themi pyetje mbi produktet, si për shembull ky produkti këtu, që është një produkt shumë interesant dhe kam realizuar pothuajse të gjithë make-upin pjesën e syve me këtë produkt. Dhe normalisht edhe me disa të tjera duke bërë kombinime, pasi më pëlqen shpesh të bëj kombinime. Mund të më pyesni në Instagramin tim, që do ta lë diku këtu apo në komente. Faleminderit që qëndroni me mua deri në fund të videos. Pafshim!